Mediat greke shkruajnë se turqit po kolonizojnë Trakin dhe Ishujt përmes blerjes së pasurive të paluajtshme. Protothema shkruan se pushtetarët po ngren alarmin për një kolonizim të heshtur. Pronat me çmim shitjeje nga 5.000 deri në 20.000 euro po kalojnë masivisht në duar turke, bullgare dhe të huaja në zonat kufitare dhe zonat e mbrojtura, pasi vakumin legjislativ që u shfaq pas vitit 2011 hapi oreksin për akumulimin e pronave greke nga të huajt. Muslimanët që dukej se po blinin shtëpi në Evrosi Inferior, kompani me interesa bullgare dhe turke, si dhe mbajtës të pasaportave evropiane, shumica e të cilëve janë me origjinë turke, po blejnë toka dhe banesa kryesisht në fshatrat kufitare, ndërsa pushtetarët vendas po japin alarmin për një kolonizim të heshtur, të afërt në zonat me interes jetik, të cilat gradualisht po shkretohen nga elementët me interes jetik. Marrjet agresive të pronave vërejën edhe nëpërmjet dyerve të pasme, të lëna nga kuadri aktual institucional i transaksioneve juridike, fakt që kanë nxitur edhe përfshirjen e shërbimeve kompetente të shërbimit policor helen. Ndryshimet e regjimit të rreptë nga qeveria e PASOK në vitin 2011 lejojnë shitjen e pronave të paluajtshme në zonat kufitare apo të mbrojtjes së personave juridik me kushtin e vetëm, kontrollin e selisë së kompanive dhe jo kontrollin e shtetësisë apo kombësisë së personave fizik që i kontrollojnë ato. Në Ksilagani të Rodopit janë shitur 14 shtëpi me çmime 12.000 deri në 15.000 euro. Në këtë mënyrë, kompanitë me bazë në një vend të BE-s mund të blejnë pasuri të paluajtshme në Ishujt e Egeut Lindor ose pranë kufive toksor të Evros, edhe nëse ato u përkasin shtetasve të vendeve të treta si Turqia.